Të gjithë po flasim për James Rubinin, por e vërteta është kjo. Rubini nuk zbuloi asgjë të re. Ai vetëm e përsëriti atë që ne e dim për 25 vitesh, se UÇK-ja ishte në anën e drejtë e historisë. Por pse fjala e tij tronditi kaq shumë, mas shumë djarmist, por Zotit. Sepse kur e thot Amerika, tingëllon ndryshe, dhe sot, për fat të keq, Kosova vazhdon të mos ketë zë. Qeveria e saj në detyrë, por edhe kur ishte fuqi plot, heshti edhe sot sikur dje. Heshtja e saj nuk është rastësi. Duket sikur i shërben dikujt. Por kujt do ta tregoj koha dhe historia. Ndërkohë për 25 vjet në vend se të festojmë lirinë e pavarësinë e të arritëra tona, kemi mbetur në bankën të akuzuarve. Jo sepse bota nuk e di kush është agresori, por sepse disa thojza shqiptarë të ndershëm hapen dyrë që propaganda e armiqve tanë të bëhet ligj. Rubini ishte zëri i së vërtetës me 1999 përballë Miloševićit dhe sot është po i njëjti zë përballë atyre që duan të njollosin luftën tonë çlirimtare. Por pyetja është, ku është zëri i Kosovës? Pse na duhet që gjithmonë Amerika të na thotë atë që duhet ta themi vetë? UÇK ishte, është dhe do të mbetet themeli i lirisë sonë. Dhe aleanca me SBA-n nuk është opsion. Është garancia jonë vetme, të cilën duhet ta mbajmë me domos. Dashtën se dashtën Albinistanët.